Në arkivat e sigurimit shqiptar ekzistonte një dosje speciale me kodin Operacioni Vetmi. Vetëm 3 persona në të gjithë Shqipërinë kishin akses në këto dokumente: Enver Hoxha, shefi i shërbimit sekret dhe një stenograf personal që ishte betuar në heshtje absolute. Në këto dosje gjendej e vërteta e vërtet për atë që Hoxha i quante parime ideologjike, planet e tij të fshehta për të tradhtuar 3 aleatët më të fuqishëm të Shqipërisë. Rreth 3000 faqe stenogramesh nga takimet private, letra të koduara, plane evakuimi dhe diçka shumë më shokuese, provat se çdo thyrje ishte planifikuar muaj para se të ndodhte publikisht. Pse këto dosje u dogjën vetëm 24 orë para vdekjes së diktatorit? Çfarë fshinin ato që as familja e tij nuk duhej të dinte kurrë? Dhe më e rëndësishmja, si një njeri i vetëm arriti të izolojë një vend të tërë nga e gjithë bota? Të kthehemi në vitin 1948. Enver Hoxha sapo kishte festuar 3 vjet në pushtet. Në atë kohë, askush në Tiranë nuk mund të imagjinonte se ky burr i vogël me buzëqeshje të gjerë do të bëhej armiku i të gjithë aleatëve të tij. Madje, në ato ditë pranverore, Hoxha dhe gruaja e tij Nexhmie presonin mikpritjen më të madhe që Shqipëria kishte parë ndonjë, vizitën e delegacionit sovjetik të udhëhequr nga vet Molotov. Por diçka ndodhte në kulisat e pallatit. Diçka që nuk duhej të dihej. Një ish oficer i gardës personale të Hoxhës, i cili pranoi të fliste vetëm në kushte anonimiteti, tregon një skenë që ai e pa me sytë e vet. Ishte fundi i prillit dhe Hoxha kishte thirrur një takim urgjent me kreun e sigurimit. Takimi zgjati 6 orë, nga mesnata deri në 6 të mëngjesit. Kur dera u hap, oficeri pa diçka që e shqetësoi thellësisht. Hoxha kishte në duar një listë me emra. Në krye të listës qëndronte një emër që i bëri gjithçka të qartë: Koçi Xoxe, ministri i brendshëm dhe njeriu më i fuqishëm në Shqipëri pas vet Hoxhës. Por kishte një detaj që e bënte këtë listë vdekjeprurse: pranë çdo emri ishte shkruar me shkrim dore, për Jugoslav. Rrezik për linjën. Koçi Xoxe ishte jo vetëm një aleat politik i Hoxhës. Ai ishte miku i tij i ngushtë, njeriu që kishte qëndruar pranë tij në vitet më të vështira të luftës partizane, një prej themeluesve të Shqipërisë së re. Por kishte një problem që Hoxha e konsideronte të pafalshëm: Xoxe besonte në bashkëpunimin e ngushtë me Jugosllavinë e Titos. Madje, ai fliste hapur për mundësinë që Shqipëria të bëhej Republika e 7 e Federatës Jugoslave. Për Hoxhën, kjo nuk ishte vetëm një propozim politik. Kjo ishte një kërcënim ekzistencial për pushtetin e tij personal. Stenogramet e fshehta nga takimet e byros politike të asaj kohe tregojnë një shpirt që po luftonte me të gjitha mjetet për të mbajtur kontrollin. Në një takim më datën 23 maj 1948, Hoxha foli për një orë të tërë kundër penetrimit jugoslav në strukturat tona. Por në të vërtetë, ai po ndërtonte arsyen publike për atë që kishte vendosur të bënte në fshehtësi: eliminimin e të gjithë mbështetësve të Titos brenda partisë. Çdo fjalë ishte e kalkuluar. Çdo akuzë ishte e projektuar për të krijuar frikë. Çdo heshtje nga anëtarët e tjerë e byros ishte një konfirmim i pushtetit absolut të Hoxhës. Nexhmie Hoxha, gruaja e diktatorit, luante një rol që historianët shpesh e kanë injoruar. Sipas dëshmive të ish stafit të pallatit, ajo nuk ishte thjesht gruaja e liderit. Ajo ishte këshilltarja më e besueshme e Enverit, personi që ai tregonte planet e tij më të errëta. Në atë pranver të vitit 1948, Nexhmie ishte ajo që e binti Enverin se nuk mund të ekzistonte asnjë lider tjetër i fortë pranë tij. Ose ti, ose ata, i kishte thënë ajo në një bisedë private që një shërbëtor dëgjoi nga dhoma ngjitur. Këto fjalë u bën moto e fshehtë e gjithë karrierës së Hoxhës. Por pse pikërisht Jugoslavia? Pse Tito që kërcënimi i parë që Hoxha vendosi ta eliminoj? Përgjigja gjendet në planet konkrete që Beogradi kishte për Shqipërinë. Dokumentet e deklarifikuara nga arkivat jugoslave tregojnë se Tito nuk e fshite as pak ambicien e tij. Ai donte që Shqipëria të integrohet në Federatën Jugoslave si një provincë autonome. Për popullin shqiptar, kjo do të kishte qenë një humbje e pavarësisë së sapo fituar. Por për Hoxhën personalisht, kjo do të kishte qenë një katastrofë absolute. Ai do të kthehej në një funksionar rajonal nën Tito, jo më lider i pavarur i një shteti sovran. Në verën e vitit 1948, tensionet u intensifikuan. Moska dërgoi sinjale të qarta se nuk e përkrahte integrimin e Shqipërisë në Jugosllavi. Stalin kishte planet e tij për Ballkanin dhe Tito po bëhej gjithnjë e më i pavarur nga linja sovjetike.
Hoxha e kuptoi shpejt se kishte një mundësi të artë, duke u përshtatur me linjën e Stalinit kundër Titos, ai mund të shpëtonte pushtetin e tij dhe njëkohësisht të shkatëronte rivalet e brendshëm që përkrahnin Jugosllavinë. Ishte një lojë e rrezikshme, por Hoxha ishte ekspert në lojëra të tilla. Më 28 qershor 1948, ndodhi thyrja historike, Tito u përjashtua nga Kominformi. Për Hoxhën, kjo ishte momenti që kishte pritur. Brenda 2 ditësh, ai thiri një plenum të jashtëzakonshëm të Komitetit Qendror. Fjalimi i tij zgjati 5 orë dhe ishte plot akuza të ashpra kundër tradhtarëve titistë brenda partisë. Por përmes retorikës ideologjike, mesazhi ishte i qartë për të gjithë: kushdo që kishte mbështetur bashkëpunimin me Jugosllavinë do të paguante me jetën e tij. Koçi Xoxe nuk e kuptoi menjëherë se sa në rrezik ishte. Ai u përpoq të mbrohet, duke thënë se kishte qenë gjithmonë besnik ndaj partisë dhe Hoxhës. Por fjalimet e tij ranë në vesh të shurdhër. Makina e propagandës ishte vënë tashmë në lëvizje. Çdo ditë, gazeta Zëri i Popullit publikonte artikuj të rinj që akuzonin elementet antiparti për sabotim dhe lidhje me agjentët e huaj. Emri i Xoxes nuk përmendej akoma, por të gjithë e dinin se për kë flitej. Në shtator të po atij vit, Xoxe u arrestua. Akuzat ishin të shumta dhe të shpikura: agjent i shërbimeve jugoslave, tradhtari i partisë, komplotist kundër Hoxhës. Procesi gjyqësor ishte një farsë e plotë. Dëshmitarët ishin të udhëzuar nga sigurimi. Provat ishin fabrikuar. Vendimi ishte shkruar para se gjyqi të fillonte. Më 21 qershor 1949, Koçi Xoxe u ekzekutua me plumba. Ishte një mesazh për të gjithë: askush nuk ishte i paprekshëm kur bëhej fjalë për pushtetin e Enver Hoxhës. Por thyrja me Jugosllavinë nuk ishte vetëm çështje e eliminimit të rivalëve të brendshëm. Hoxha donte të dërgonte një mesazh të qartë edhe për Moskën: ai ishte stalinist i paipur, më i përkushtuar ndaj linjës së Stalinit se sa vetë jugoslavët. Në tetor 1949, Hoxha shkoi në Moskë për një vizitë zyrtare. Takimi me Stalin zgjati 3 orë dhe gjysmë. Sipas kujtimeve të Hoxhës, Stalin e pati pyetur direkt: si arrite ta pastrosh partinë aq shpejt? Hoxha i u përgjigj me përulësi false: kam ndjekur modelin tuaj, shoku Stalin. Asnjë element i dyshimit nuk mund të mbetet në parti. Stalin ishte i kënaqur. Ai e konsideronte Hoxhën si një nxënës të përsosur. Por në realitet, Hoxha kishte mësuar jo vetëm metodat e Stalinit, por edhe si të manipulonte vetë Stalinin. Duke u shfaqur si mbrojtësi më besnik i ortodoksisë staliniste, Hoxha arriti të fitonte mbështetjen e plotë të Moskës për pastrime të mëtejshme. Brenda pak muajsh, mijëra shqiptar u arrestuan me akuzën e titoizmit. Shumë prej tyre nuk kishin asnjë lidhje me Jugosllavinë, ata thjesht ishin shikuar si kërcënime të mundshme për pushtetin e Hoxhës. Nexhmije luante sërish një rol kyç në këtë periudhë. Ajo organizonte takime me gratë e funksionarëve të arrestuar, duke u dhënë mundësinë që të denoncojnë bashkëshortët e tyre. Ishte një taktikë psikologjike brutale: nëse gruaja refuzonte të denonconte, ajo vetë arrestohej. Nëse denonconte, shpëtonte jetën, por humbisnin çfarë njerëzore brenda familjes. Në dosjet e sigurimit gjenden qindra letra denoncimi të shkruara nga gra të frikësuara. Shumë prej tyre fillojnë me fjalët e njëjta: për të mirën e partisë dhe të kombit, duhet të them të vërtetën për bashkëshortin tim. Deri në fund të vitit 1949, thyrja me Jugosllavinë ishte e plotë. Kufit ishin mbyllur. Marrëdhëniet diplomatike ishin pezulluar. Mijëra shqiptarë që kishin jetuar në Jugosllavi ishin kthyer me forcë në atë dhe, ku shumë prej tyre u burgosën menjëherë. Por për Hoxhën, kjo nuk ishte një tragjedi kombëtare, ishte një triumf personal. Ai kishte shkatëruar rivalin e tij më të rrezikshëm të brendshëm, kishte fituar besimin e plotë të Stalinit dhe kishte konsoliduar pushtetin absolut mbi Shqipërinë. A ishte vërtet ideologjia që e udhëzoi thyrjen me Jugosllavinë, apo ishte thjesht ambicia personale e një njeriu që nuk pranonte të ndante pushtetin me askënd? 5 vjet kaluan në një atmosferë të rëndë kontrolli absolut. Shqipëria u kthye në një kopje të vogël të bashkimit sovjetik stalinist, ekonomi e centralizuar, kulti i personalitetit, terrori policor. Hoxha ishte shoku Enver, udhëheqësi i dashur që kishte shpëtuar kombin nga titizmi. Portretet e tij vareshin në çdo zyrë, shkollë dhe shesh. Fëmijët mësonin poema për trimërinë e tij.
gratë që nisnin rresht për të parë kalimin e kolonës së tij zyrtare. Por pas kësaj fasade propagandistike, një frikë e thellë po zinte fill në mendjen e diktatorit. Çfarë do të ndodhte kur Stalin të vdiste? Më 5 mars 1953, lajmi erdhi si një goditje rrufeje. Stalin kishte ndëruar jetë. Për të gjithë botën komuniste, ishte një moment historie. Por për Hoxhën, ishte fillimi i një ekzistenciale krize. Pas Stalinin, ai humbi mbrojtësinë e tij kryesor në Moskë. Pas Stalinin, linja e ashpër që Hoxha kishte ndjekur mund të vijej në dyshim nga drejtuesit e rinj sovjetik. Dhe më e rëndësishmja, pas Stalinin, gjithë sistemi i pushtetit absolut që Hoxha kishte ndërtuar në Shqipëri mund të shembej nëse Moska vendoste të ndryshonte politikën. Në ditët që pasuan vdekjen e Stalinit, Hoxha mbeti i izoluar në zyren e tij, duke refuzuar të takojë edhe anëtarët më të lartë të byros politike. Sipas kujtimeve të sekretarit të tij personal, Hoxha kaloi 3 ditë dhe net duke lexuar dhe rishkruar fjalimin që do të mbante në ceremoninë përkujtimore për Stalinin. Çdo fjalë duhej të ishte e përsosur. Çdo referim ndaj trashëgimisë së pavdekshme të Stalinit duhej të nënkuptonte se vetëm ai, Enver Hoxha, ishte vazhdimi i vërtetë i asaj trashëgimie në Shqipëri. Kur Nikita Hrushtovi erdhi në pushtet dhe filloi procesin e destalinizimit, Hoxha kuptoi se një tërmet politik po vinte nga Moska. Në shkurt 1956, Hrushtovi mbajti fjalimin sekret në Kongresin e 20 të PS-s, ku denoncoi krimet e Stalinit dhe kultin e personalitetit. Lajmi arriti në Tiranë pas disa ditësh, por Hoxha e kishte dëgjuar tashmë përmes kanaleve të sigurimit. Reagimi i tij ishte i menjëhershëm dhe i ashpër. Ai thiri një takim urgjent të byros politike dhe deklaroi se linja revizioniste e Moskës ishte një tradhti ndaj leninizmit. Por në privatësi, Hoxha ishte i tmerruar. Nëse destalinizimi përhapej në Shqipëri, gjithçka që ai kishte ndërtuar do të shembej. Pastrimi i funksionarëve pro-jugoslav, ekzekutimet, terrori policor, të gjitha këto do të ekspozoheshin si krime. Vet ai mund të përfundonte i gjykuar nga partia që kishte udhëhequr për 20 vjet. Nuk kishte zgjidhje tjetër, duhej të qëndronte me stalinizmin, edhe nëse kjo do të thoshte konfrontim me vetë Moskën. Në muajt që pasuan, tensionet mes Tiranës dhe Moskës u rritën vazhdimisht. Hrushtovi kërkoi që Hoxha të ndiqte politikën e destalinizimit, të lironte disa të burgosur politik, të ndalonte propagandën më ekstreme të kultit të personalitetit. Por Hoxha refuzoi kategorikisht. Në një takim privat me ambasadorin sovjetik në Tiranë, Hoxha tha me zë të lartë, Stalin ishte një hero i madh i revolucionit. Çdo kush që e denon atë, denonon vetë komunizmin. Këto fjalë u raportuan menjëherë në Moskë dhe shkaktuan zemërim të madh. Nexhmije sërish ishte këshilltarja kryesore. Sipas dëshmive të ish stafit të pallatit, në atë periudhë ajo i organizonte Enverit takime të fshehta me oficer të lartë të sigurimit, ku diskutonin mënyrat se si të mbronin pushtetin në rast se Moska vendoste të ndërhynte direkt në Shqipëri. Planet ishin paranojake por konkrete, identifikimi i të gjithë elementeve pro-sovjetik në parti që mund të përkrahnin një grush shteti të mbështetur nga Moska, përgatitja e forcave speciale besnik ndaj Hoxhës, madje edhe plane evakuimi nëse do të duhej të largohej nga Tirana në rast rreziku. Në tetor 1956, ndodhi një incident që përshpejtoi plotësisht thyrjen. Studentët polak dhe hungarez ngritën kryengritje kundër regjimeve komuniste në vendet e tyre, duke kërkuar liberalizim dhe fund të shtypjes sovjetike. Hrushtovi reagoi duke dërguar tanke, por njëkohësisht filloi të fliste për reforma të nevojshme dhe gabimet të së kaluarës. Për Hoxhën, ky ishte një sinjal alarmues, nëse Moska fillonte të pranonte kritika ndaj sistemit, atëherë ditët e regjimeve si ai i Shqipërisë ishin të numëruara. Në nëntor të po atij vit, Hoxha mori një vendim të guximshëm dhe të rrezikshëm. Ai u refuzoi përfaqësuesve sovjetik të mbajnë një fjalim për destalinizimin në një konferencë të Partisë Shqiptare. Madje, ai urdhëroi që fjalimi i Hrushtovit në Kongresin e 20 të mos përkthehej e publikohej plotësisht në Shqipëri. Vetëm fragmente të selektuara u bën publike dhe ato u shoqëruan me komente kritike që e deformonin tërësisht mesazhin. Ishte një akt sfidues ndaj Moskës dhe Hrushtovi e kuptoi si atë që ishte, një sfidë direkte ndaj autoritetit të tij. A ishte kjo vërtet guximi ideologjik i një stalinisti të pastër, apo frika e thellë e një diktatori që shihte pushtetin duke i rrëshitur nga duart? Në pranverën e vitit 1957, Moska filloi të ushtrojë presion të hapur mbi Tiranën.
Ambasadorët sovjetik kërkonin takime të shpeshta me anëtarët e byros politike shqiptare, duke u përpjekur të identifikonin se kush mund të ishte i gatshëm të mbështeste një ndryshim drejtimi. Hoxha e kuptoi menjëherë se çfarë po ndodhte, Moska po kërkonte një zëvendësues për të. Në dosjet e sigurimit nga ajo periudhë gjenden raporte të detajuara për çdo takim që diplomatët sovjetik kishin me funksionarët shqiptar. Çdo bisedë ishte përgjuar. Çdo fjalë analizohej për shenja tradhtie. Dhe çdo person që tregonte edhe hijen më të vogël të dyshimit ndaj linjës së Hoxhës shënohej në listën e zezë. Një nga figurat që Moska e konsideronte si alternativë të mundshme ishte Liri Belishova, anëtare e byros politike dhe një nga gratë më të fuqishme në hierarkinë e partisë. Ajo kishte shprehur privatisht rezerva ndaj izolimit të plot nga Bashkimi Sovjetik. Sipas stenogrameve të fshehta, në një takim të byros politike në maj 1957, Belishova kishte guxuar të thoshte: "Nuk mund të luftojmë kundër gjithë botës komuniste. Duhet të gjejmë një ekuilibër." Këto fjalë ishin mjaftueshëm për Hoxhën. Brenda 2 javësh, Belishova u akuzua për devijim të djathtë dhe u largua nga të gjitha funksionet. Mesazhi ishte i qartë: askush nuk mund të fliste për kompromis me Moskën. Por presioni nga Moska nuk ishte vetëm politik. Ai ishte edhe ekonomik. Bashkimi Sovjetik filloi të reduktojë ndihmën ekonomike për Shqipërinë. Projektet e mëdha industriale që ishin financuar nga Moska u ngadalsuan ose u ndalën plotësisht. Ekspertët sovjetik që punonin në Shqipëri filluan të tërhiqeshin. Deri në fund të vitit 1958, Shqipëria po përballej me një krizë ekonomike serioze. Mungesa e mallrave bazë, reduktimet e racioneve ushqimore, ndërprerjet e energjisë elektrike, gjithçka po bëhej më e vështirë për popullin e thjeshtë. Hoxha e dinte se nuk mund të mbijetonte pa një aleat të fuqishëm. Por kush mund të ishte ky aleat? Perëndimi ishte jashtë çdo diskutimi, Hoxha e urrente kapitalizmin me një pasion të vërtetë. Jugoslavia ishte armiku i betuar. Bashkimi Sovjetik po kthehej në kundërshtar. Mbetej vetëm një opsion, Kina e Mao Zedongut. Dhe pikërisht në atë moment historik, Kina po fillonte të distancohej nga Moska për arsye të veta. Mao nuk e kishte pranuar kurrë plotësisht destalinizimin e Hrushtovit. Ai e konsideronte atë si një tradhti ndaj revolucionit. Për Hoxhën, kjo ishte mundësia e ardhur. Në shtator 1958, Hoxha dërgoi një delegacion sekret në Pekin. Udhëheqësi i delegacionit ishte Mehmet Shehu, kryeministri dhe njeriu i dytë më i fuqishëm në Shqipëri pas Hoxhës. Takimet me drejtuesit kinez zgjatën 2 javë. Sipas raporteve të deklasifikuara më vonë, Shehu i prezantoi kinezëve një propozim të qartë: Shqipëria ishte e gatshme të bëhej aleati më besnik i Kinës në Evropë, në këmbim të mbështetjes ekonomike dhe politike. Mao ishte i interesuar. Ai e shihte Shqipërinë si një pikë strategjike në zemër të Evropës, një vend që mund të përdorej për të sfiduar hegemoninë sovjetike në lëvizjen komuniste ndërkombëtare. Kur Shehu u kthye në Tiranë, ai solli lajme të mira. Kina ishte e gatshme të mbështeste Shqipërinë. Por kishte një kusht: Hoxha duhej të ishte i gatshëm të shkëpuste plotësisht me Moskën, jo vetëm në fjalë por edhe në vepra. Për Hoxhën, kjo nuk ishte një problem. Ai tashmë kishte vendosur se Hrushtovi ishte armiku i tij personal. Tani kishte vetëm nevojë për momentin e duhur për të bërë thyrjen publike. Momenti erdhi në nëntor 1960, gjatë konferencës së partive komuniste në Moskë. Ishte një takim i madh ku merrnin pjesë përfaqësues nga të gjitha partitë komuniste të botës. Hrushtovi mbajti një fjalim të gjatë ku denoncoi dogmatizmin dhe sektarianizmin, terma që të gjithë i kuptonin si sulme indirekte ndaj Kinës dhe Shqipërisë. Kur erdhi radha e Hoxhës të fliste, salla ishte plot tension. Çfarë do të thoshte lideri i vogël shqiptar përballë gjithë lëvizjes komuniste? Hoxha u ngrit dhe filloi të lexonte fjalimin e tij. Por pas pak minutash, u bë e qartë se ky nuk ishte një fjalim diplomatik. Ishte një sulm i hapur dhe brutal kundër Hrushtovit dhe politikës së tij. Hoxha akuzoi drejt për drejt Moskën për revizionizëm, për tradhti ndaj leninizmit, për kapitullim përballë imperializmit. Ai tha se Bashkimi Sovjetik po bëhej një fuqi social-imperialiste që donte të dominonte partitë e tjera komuniste. Dhe në fund, ai deklaroi se Shqipëria nuk do të pranonte kurrë diktatin e Moskës. Salla mbeti në heshtje të plotë.
Askush nuk kishte dëgjuar kur një lider komunist të fliste kështu për Bashkimin Sovjetik. Hrushtovi ishte i zemëruar aq shumë sa u ngrit dhe doli nga salla pa pritur të mbaronte konferenca. Delegacionet e tjera ishin në shok. Por Hoxha ishte i qetë. Ai kishte bërë atë që kishte ardhur të bënte, kishte djegur të gjitha urat me Moskën. Tani nuk kishte kthim mbrapa. Brenda pak javësh, Bashkimi Sovjetik ndërpreu plotësisht të gjitha marrëdhëniet me Shqipërinë. Ambasada sovjetike në Tiranë u mbyll. Të gjithë ekspertët sovjetik u tërhoqën. Ndihma ekonomike u ndal menjëherë. Madje, Moska kërkoi që Shqipëria të paguante menjëherë të gjitha borxhet që kishte ndaj Bashkimit Sovjetik, një shumë që Tirana nuk kishte asnjë mundësi ta paguante. Por Hoxha nuk u shqetësua. Ai tashmë kishte siguruar mbështetjen e Kinës. Brenda pak muajsh, ekspertët kinezë filluan të mbërrinin në Shqipëri. Ndihma ekonomike kineze zëvendësoi atë sovjetike. Dhe propaganda shqiptare filloi të lavdërojë miqsinë e pavdekshme shqiptaro-kineze. Nexhmie luante sërish një rol kyç në këtë periudhë tranzicioni. Ajo organizoi takime me gratë e funksionarëve që kishin shprehur simpati për Bashkimin Sovjetik, duke u dhënë mundësinë të riorienton qëndrimet e tyre. Ishte e njëjta taktikë që kishte përdorur gjatë pastrimit anti-jugoslav, frikë, presion psikologjik dhe kërcënim i fshehtë. Shumë familje u shkatëruan në atë periudhë. Burrat arrestoheshin për agitacion pro-sovjetik. Gratë detyrohen të denoncojnë bashkëshortët. Fëmijët mësonin në shkolla se revizionistët sovjetik ishin armiqt e kombit. Por thyrja me Moskën solli edhe pasoja të papritura. Shqipëria u izolua plotësisht nga Evropa lindore. Të gjitha vendet e Paktit të Varshavës ndoqën linjën e Moskës dhe ndërpren marrëdhëniet me Tiranën. Shqipëria u largua nga Pakti i Varshavës në vitin 1968. Kufiri me Jugosllavinë ishte tashmë i mbyllur prej vitesh. Tani edhe kufiri me vendet e tjera socialiste u bë i papërshkueshëm. Shqipëria u kthye në ishullin më të izoluar të Evropës, një vend komunist që nuk kishte marrëdhënie as me perëndimin kapitalist, as me lindjen socialiste, përveç Kinës së Largët. Për popullin shqiptar, kjo do të thoshte vite të gjata varfërie dhe izolimi. Por për Hoxhën, kjo ishte çmimi i nevojshëm për të mbajtur pushtetin absolut. Ai e dinte se çdo hapje ndaj botës së jashtme do të sillte ide të reja, ndikime të reja, kërkesa të reja për liri. Dhe këto ishin pikërisht gjërat që ai friksohej më shumë se çdo gjë tjetër. Izolimi nuk ishte një dështim i politikës së jashtme, ishte një strategji e qëllimshme për të mbajtur kontrollin total mbi shoqërinë shqiptare. Në dosjet e sigurimit nga vitet e 60 gjenden raporte të detajuara për çdo person që kishte kontakte me të huaj. Çdo letër që vinte nga jashtë lexohej nga censura. Çdo bisedë me turistët e rrallë që vizitonin Shqipërinë raportohej tek autoritetet. Madje, familjet që kishin të afërm në emigracion ishin nën survejim të vazhdueshëm. Paranoja e Hoxhës kishte krijuar një sistem ku çdo qytetar ishte një spiun i mundshëm dhe çdo spiun ishte një qytetar i dyshim. A ishte vërtet besimi në komunizmin e pastër që e shtyu Hoxhën të shkëpuste me Bashkimin Sovjetik, apo ishte thjesht frika se Hrushtovi do ta rrëzonte nga pushteti ashtu siç ai vetë kishte rrëzuar aq shumë të tjerë? Vitet e 60 ishin periudha e miqësisë së artë me Kinën. Propaganda shqiptare e paraqiste Mao Zedongun si diellin e lindjes dhe udhëheqësin e madh të revolucionit botëror. Në çdo shkollë shqiptare varnin portrete të Maos pranë atyre të Hoxhës. Fëmijët mësonin këngë kineze. Studentët shqiptar dërgoheshin në Kinë për studime. Dhe ndihma ekonomike kineze mbante në këmbë ekonominë e dobët shqiptare. Por edhe kjo miqësi e pavdekshme kishte një datë skadence. Në vitin 1971 ndodhi diçka që Hoxha nuk e kishte parashikuar kurrë. Presidenti amerikan Richard Nixon vizitoi Kinën. Për Hoxhën, kjo ishte një tradhti e pabesueshme. Si mund Mao, udhëheqësi i madh i revolucionit, të takojë me kryetarin e imperializmit botëror? Si mund Kina, bastioni i fundit i komunizmit të vërtet, të hapte dialog me perëndimin kapitalist? Në takimet e byros politike, Hoxha shprehte zemërimin e tij me fjalë të ashpra. Por në privatësi, ai ishte sërish i tmerruar. Nëse Kina po ndryshonte drejtim, atëherë Shqipëria do të mbetej plotësisht e vetme. Nexhmie ishte ajo që e këshilloi Enverin të mos reagonte menjëherë. Duhet të presim dhe të shohim, i tha ajo.
Ndoshta është vetëm një taktik e përkohshme. Por Hoxha nuk ishte i bindur. Ai filloi të dërgonte letra të koduara në Peking duke kërkuar shpjegime. Përgjigjet kineze ishin të vagulta dhe diplomatike. Kjo e shqetësoi edhe më shumë Hoxhën. Ai e kuptoi se Kina po largohej nga linja e ashpër revolucionare që kishte ndjekur në vitet e 60. Në vitin 1974, tensionet u intensifikuan. Kina filloi të fliste për tre bota, teoria e Maos se bota ishte e ndarë në tre grupe vendesh me interesa të ndryshme. Për Hoxhën, kjo ishte një devijim i rrezikshëm nga marksizmi-leninizmi. Ai shkroi një ese të gjatë teorike ku kritikonte teorinë e tre botëve si revizionizëm të maskuar. Ky ese u publikua në gazetën e partisë dhe u dërgua në të gjitha partitë komuniste të botës. Ishte një sulm i hapur ndaj Kinës, edhe pse emri i Maos nuk përmendej drejt për drejt. Pekini reagoi me ftosësi. Ndihma ekonomike kineze filloi të reduktohet. Projektet e reja që ishin premtuar u shtyn. Ekspertët kinezë filluan të tërhiqeshin gradualisht. Hoxha e kuptoi se po ndodhte e njëjta gjë që kishte ndodhur me Bashkimin Sovjetik, aleati i tij po e braktiste. Por këtë herë situata ishte edhe më e rëndë. Nëse Kina e braktiste Shqipërinë, atëherë nuk do të kishte më asnjë aleat të madh në botë. Shqipëria do të mbetej plotësisht e vetme. Në vitin 1976, Mao Zedong vdiq. Për Hoxhën, kjo ishte një moment kritik. Ai shpresonte se pasardhësit e Maos do të ktheheshin në linjën e vjetër revolucionare. Por ndodhi e kundërta. Deng Xiaoping erdhi në pushtet dhe filloi politikën e reformave dhe hapjes. Kina filloi të liberalizonte ekonominë, të hapte marrëdhënie me Perëndimin, të tërhiqej nga retorika revolucionare. Për Hoxhën, kjo ishte fundi. Ai thiri një plenum të jashtëzakonshëm të Komitetit Qendror dhe deklaroi se Kina ka tradhtuar revolucionin. Thyrja me Kinën u bë zyrtare në vitin 1978. Të gjitha marrëdhëniet diplomatike u ndërpren. Ndihma ekonomike kineze u ndal plotësisht. Ekspertët kinezë u larguan nga Shqipëria. Dhe propaganda shqiptare filloi të sulmonte Kinën me të njëjtën ashpërsi që kishte sulmuar më parë Jugosllavinë dhe Bashkimin Sovjetik. Portretet e Maos u hoqën nga shkollat. Librat kinez u ndaluan. Studentët që kishin studiuar në Kinë u vunë nën survejim të shtuar. Por këtë herë, pasojat ekonomike ishin katastrofike. Shqipëria nuk kishte më asnjë aleat që mund ta mbështeste ekonomikisht. Vendi ishte i izoluar plotësisht, pa marrëdhënie me Perëndimin, pa marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik, pa marrëdhënie me Kinën, pa marrëdhënie me vendet fqinje. Ekonomia filloi të shembej. Mungesa e mallrave u bë kronike. Racionet ushqimore u reduktuan në nivele kritike. Ndërprerjet e energjisë elektrike zgjatën orë të tëra çdo ditë. Njerëzit filluan të flasin me zë të ulët për krizën, por askush nuk guxonte të kritikonte hapur Hoxhën. Në dosjet e sigurimit nga vitet e fundit të jetës së Hoxhës gjenden raporte shqetësuese. Njerëzit po fillonin të humbisnin besimin. Të rinjt po binin në depresion për shkak të mungesës së perspektivës. Familjet po vuanin nga uria. Por Hoxha refuzonte të pranonte se politika e tij e izolimit kishte dështuar. Në takimet e byros politike, ai akuzonte armiqtë e klasës për problemet ekonomike. Ai urdhëronte pastrimi të reja për të gjetur sabotatorët që po pengonin zhvillimin e vendit. Ai shkruante ese teorike ku provonte se vetëm mbështetja ishte e vetmja rrugë e vërtet drejt socializmit. Nexhmije mbështeste plotësisht këtë linjë. Ajo organizonte takime me gratë e partisë ku fliste për trimërinë e popullit shqiptar që po ndërtonte socializmin me forcat e veta. Ajo shkruante artikuj në gazet ku sulmonte revizionistët që kërkonin hapjen ndaj botës së jashtme. Ajo ishte bërë zëri më besnik i Enverit, personi që mbrojte linjën e tij edhe kur të gjithë të tjerët fillonin të dyshonin. Por në privatësi, edhe Hoxha e dinte se diçka kishte shkuar keq. Sipas kujtimeve të mjekut të tij personal, në vitet e fundit Hoxha vuante nga depresion i rëndë. Ai kalonte orë të tëra duke lexuar dosjet e vjetra, duke kujtuar ditët kur kishte pasur aleate të fuqishëm, kur Shqipëria kishte qenë pjesë e një lëvizjeje ndërkombëtare. Tani ai kishte arritur atë që kishte dashur gjithmonë, pushtet absolut, pa asnjë rival të brendshëm ose të jashtëm që mund ta sfidonte.
Por çmimi kishte qenë izolimi total I vendit që ai pretendonte se e donte. A ishte vërtet besimi në parime ideologjike që e shtyu Hoxhën të shkëpuste me të gjithë aleatët e tij, apo ishte thjesht paranoja e një diktatori që nuk mund të besonte askënd, as brenda as jashtë vendit? Në vitin 1980, Enver Hoxha ishte një njeri I sëmurë dhe I izoluar. Diabeti kishte filluar të shkatëronte trupin e tij. Zemra e tij ishte e dobët. Por mendja e tij ishte ende e mprehtë dhe e mbushur me dyshime. Çdo mëngjes, sekretari I tij personal I sillte një dosje të trashë me raporte nga sigurimi, kush kishte thënë çfarë, kush kishte takuar kë, kush kishte shprehur dyshime për linjën e partisë. Hoxha I lexonte të gjitha këto raporte me vëmendje obsesive, duke shënuar emra, duke bërë pyetje, duke urdhëruar hetime të mëtejshme. Edhe në vitin e fundit të jetës së tij, ai nuk pushoi kurrë se kontrolluari çdo aspekt të jetës politike shqiptare. Nexhmije ishte bërë jo vetëm gruaja e tij, por edhe zëvendësi I tij de facto në shumë çështje. Kur Enveri ishte shumë I dobët për të marrë pjesë në takime, ajo shkonte në vend të tij. Kur ai nuk mund të shkruante më ese teorike, ajo I diktonte mendimet e tij dhe I redaktonte tekstet. Sipas dëshmive të ish antarëve të byros politike, Nexhmije kishte fituar një pushtet të jashtëzakonshëm në vitet e fundit të regjimit. Ajo vendoste se kush mund të takonte Enverin dhe kush jo. Ajo filtron informacionin që I arrinte atij. Ajo ishte porta e vetme drejt diktatorit të sëmurë. Por edhe Nexhmije e dinte se koha po mbaronte. Në takimet private me antarët më besnik të partisë, ajo fliste hapur për trashëgimin e shokut Enver. Ajo organizonte takime ku diskutohej se si do të vazhdonte linja e partisë pas vdekjes së Hoxhës. Ajo identifikonte njerëzit që mund të ishin besnik ndaj familjes Hoxha edhe pas largimit të Enverit. Ishte një përgatitje e kujdesshme për periudhën pas Enverit, një periudhë që Nexhmije shpresonte se do ta gjente atë ende në pozitë pushteti. Në prill 1985, Enver Hoxha vdiq. Lajmi u mbajt sekret për disa orë ndërsa byroja politike mblidhej për të vendosur se si do ta menaxhonte tranzicionin. Ramiz Alia, që ishte zgjedhur si pasardhësi I Hoxhës, mori kontrollin e situatës. Por edhe ai e dinte se nuk mund të ndryshonte asgjë menjëherë. Kulti I Hoxhës ishte aq I fortë sa çdo devijim nga linja e tij do të konsiderohej tradhti. Kështu që për vite të tëra pas vdekjes së tij, Shqipëria vazhdoi të jetojë në hijen e Enver Hoxhës. Por çfarë ndodhi me dosjet sekrete? Çfarë ndodhi me dokumentet që tregonin të vërtetën e vërtetë për thyrjet me Jugosllavinë, Bashkimin Sovjetik dhe Kinën? Sipas dëshmive të ish oficerëve të sigurimit, në 24 orët para vdekjes së Hoxhës, një ekip special hyri në arkivat e sigurimit dhe mori disa dosje të veçanta. Këto dosje nuk u gjetën kurrë më. Çfarë përmbajnin ato? Letra personale të Hoxhës ku ai shprehte dyshimet e tij të vërteta për aleatët? Plane të detajuara për eliminimin e rivalëve? Prova për vendime që ishin marrë jo për arsye ideologjike por për arsye personale? Një ish arkivist I sigurimit, I cili pranoi të fliste vetëm në kushte anonimiteti të plot, tregon një detaj shqetësues. Ai thotë se në dosjet që u dogjen kishte një seksion të veçantë me titullin Korrespondenca personale, vetëm për shokun Enver. Në këtë seksion gjenden letra që Hoxha kishte shkruar por nuk I kishte dërguar kurrë, letra drejtuar Stalinit ku ai shprehte frikën e tij se po humbisnin kontrollin. Letra drejtuar Maos ku ai kërkonte më shumë ndihmë ekonomike duke pranuar se Shqipëria ishte në krizë, letra drejtuar edhe Titos në vitet e hershme ku toni ishte shumë më miqësor se sa ajo që u bë publike më vonë. Nëse këto letra do të ishin bërë publike, ato do të kishin shkatëruar imazhin që Hoxha kishte ndërtuar për veten, imazhin e një lideri të patrembur që nuk I friksohej askujt. Por ka edhe një tjetër kategori dokumentesh që u zhdukën, raportet mjekësore të vërteta të Hoxhës. Sipas dokumenteve zyrtare, Hoxha vuante vetëm nga diabeti dhe probleme zemre. Por sipas dëshmive të mjekëve që e trajtuan, gjendja e tij ishte shumë më e komplikuar. Ai vuante nga depresion I rënd që kërkonte trajtim me medikamente të forta. Ai kishte kriza nervore që zgjatnin ditë të tëra. Ai kishte momente kur nuk mund të merrte vendime racionale për shkak të gjendjes së tij mendore. Por të gjitha këto informacione u mbajtën sekrete sepse do të kishin minuar autoritetin e tij. Nexhmije luajti një rol kyç në fshehjen e këtyre informacioneve. Ajo ishte ajo që vendoste se cilat raporte mjekësore do të arkivoheshin dhe cilat do të shkatëroheshin.
Ajo ishte ajo që urdhëronte mjekët të mos flasin me askënd për gjendjen e vërtetë të Enverit. Ajo ishte ajo që siguronte që imazhi publik i Hoxhës si udhëheqës i shëndetshëm dhe energjik të ruhet edhe kur realiteti ishte krejtësisht i ndryshëm. Ishte një mashtrim i organizuar me kujdes, një teatër politik ku çdo aktor e dinte rolin e tij. Por pse ishte kaq e rëndësishme që të fshihej e vërteta? Sepse e gjithë legitimiteti i regjimit të Hoxhës bazohej në imazhin e tij si lider i pagabueshëm. Nëse populli do të mësonte se ai kishte qenë i sëmurë mendërisht, se ai kishte marrë vendime të rëndësishme në ndikimin e medikamenteve, se ai kishte pasur momente dobësie dhe frike, atëherë e gjithë narrativa e shokut të madh do të shembej. Dhe me të do të shembej edhe sistemi që ai kishte ndërtuar. Në vitet pas vdekjes së Hoxhës, Shqipëria filloi gradualisht të hapej. Ramiz Alia, edhe pse ishte një nxënës besnik i Hoxhës, e kuptoi se izolimi total nuk mund të vazhdonte përgjithmonë. Ai filloi të bëjë reforma të kujdesshme, pak më shumë liri ekonomike, pak më shumë kontakte me botën e jashtme, pak më pak represion policor. Por çdo hap ishte i ngadalë dhe i kujdesshëm, sepse frika nga reagimi i strukturave besnik ndaj Hoxhës ishte ende e fortë. Në dhjetor 1990, sistemi përfundimisht u shem. Studentët dolën në rrugë duke kërkuar demokraci. Statuja e Enver Hoxhës në sheshin kryesor të Tiranës u rrëzua nga turma e zemëruar. Ishte një moment simbolik, fundi i një epoke që kishte zgjatur 50 vjet. Por edhe në atë moment, shumë shqiptarë nuk e kuptonin plotësisht se çfarë kishte ndodhur me vendin e tyre. Si kishte arritur Shqipëria të bëhej vendi më i izoluar i Evropës? Si kishte arritur një njeri vetëm të kontrollonte çdo aspekt të jetës së 3 milion njerëzve? Përgjigja gjendet në ato dosje të djegura, në ato dokumente të zhdukura, në ato të vërteta që nuk u than kurrë. Hoxha nuk ishte thjesht një ideolog i verbër që besonte në komunizmin e pastër. Ai ishte një manipulator i Zotit që e kuptoi se izolimi ishte mënyra më e mirë për të mbajtur pushtetin absolut. Çdo thyrje me një aleat ishte një mundësi për të eliminuar rivalet e brendshëm që mbështeteshin tek ai aleat. Çdo krizë e jashtme ishte një justifikim për represion të brendshëm. Çdo tradhti e një aleati të huaj ishte një arsye për të forcuar kontrollin mbi popullin shqiptar. Kur Hoxha shkëputi me Jugoslavinë, ai eliminoi të gjithë ata që donin një Shqipëri më të hapur ndaj Ballkanit. Kur ai shkëputi me Bashkimin Sovjetik, ai eliminoi të gjithë ata që donin reforma dhe liberalizim. Kur ai shkëputi me Kinën, ai eliminoi edhe ata pak që mendonin se Shqipëria mund të mbijetonte me një aleat të madh. Në fund, ai arriti atë që kishte dashur gjithmonë, një vend ku askush nuk mund ta sfidonte, ku askush nuk kishte alternativë, ku ai ishte i vetmi burim i pushtetit dhe i vetmi interpretues i së vërtetës. Por çmimi ishte i tmerrshëm. 3 gjenerata shqiptarësh u rritën në varfëri dhe izolim. Mijëra njerëz u burgosën për krime që nuk i kishin kryer kurrë. Familje të tëra u shkatëruan sepse dikush kishte thënë diçka të gabuar. Një vend i tërë humbi 50 vjet zhvillimi ekonomik, kulturor dhe social. Dhe e gjithë kjo për ambicien e një njeriu që nuk mund të pranonte të ndante pushtetin me askën. Sot, kur shikojmë mbrapa në historinë e Enver Hoxhës, pyetja që duhet të bëjmë nuk është vetëm pse ai shkëputi me aleatët e tij. Pyetja e vërtetë është, si arriti ai ta bindë një popull të tërë se izolimi ishte virtyt dhe jo dënim? Si arriti ai ta kthejë varfërinë në vetëmjaftueshmëri heroike? Si arriti ai ta bëjë frikën të dukej si besnikëri? Këto janë pyetjet që na ndihmojnë të kuptojmë jo vetëm Hoxhën, por çdo diktator që ka përdorur izolimin si mjet kontrolli. Në arkivat që u hapën pas rënies së komunizmit, historianët gjetën mijëra dokumente që tregojnë se si funksiononte sistemi i Hoxhës. Por dokumentet më të rëndësishme, ato që do të tregonin motivet e tij të vërteta, planet e tij të fshehta, dyshimet e tij personale, ato nuk gjenden dot. Ato u dogjën në atë natë të fundit, 24 orë para vdekjes së diktatorit. Kush i dogji? Me urdhër të kujt? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin ato që ishte aq e rrezikshme sa duhej të zhdukej përgjithmonë? Një ish oficer i lartë i sigurimit, i cili pranoi të fliste pas 30 vjetësh heshtje, tregon një detaj që hedh dritë mbi këtë mister. Ai thotë se në dosjet që u dogjen kishte një seksion me titullin Planet e evakuimit. Në këtë seksion gjenden dokumente që tregonin se Hoxha kishte pasur gjithmonë plane për të ikur nga Shqipëria nëse situata do të bëhej e paqëndrueshme. Kishte para të fshehura në banka të huaja.
Kishte kontakte sekrete me vende që zyrtarisht ishin armiq. Kishte madje edhe një plan për të kërkuar azil politik në një vend perëndimor nëse do të ishte e nevojshme. Nëse këto dokumente do të ishin bërë publike, ato do të kishin treguar se patrioti i madh që fliste gjithmonë për vetëmjaftueshmëri dhe krenari kombëtare, kishte në realitet një plan rezerv për të braktisur vendin që pretendonte se e donte. Por ka edhe një tjetër kategori dokumentesh që historianët dyshojnë se u shkatëruan, korrespondenca personale mes Enverit dhe Nexhmijes, sipas dëshmive të stafit të pallatit. Ata shkruanin letra njëri tjetrit edhe kur ishin në të njëjtën ndërtesë. Ishin letra intime ku diskutonin jo vetëm çështje personale, por edhe vendime politike. Nexhmije ishte këshilltarja më e besueshme e Enverit dhe shumë vendime të rëndësishme u morën pas bisedave të tyre private. Nëse këto letra do të ishin ruajtur, ato do të tregonin se sa pushtet kishte në realitet Nexhmije dhe sa vendime që i atribuoheshin Enverit ishin në fakt ide të saj. Pse është kaq e rëndësishme të dimë këto gjëra sot, më shumë se 30 vjet pas rënies së komunizmit? Sepse historia e Enver Hoxhës nuk është vetëm historia e Shqipërisë. Është një mësim universal për atë që ndodh kur një njeri merr pushtet absolut dhe vendos që izolimi është çmimi i vlefshëm për të mbajtur atë pushtet. Është një paralajmërim për çdo shoqëri që lejon që frika të zëvendësojë debatin, që propaganda të zëvendësojë të vërtetën, që kulti i personalitetit të zëvendësojë institucionet demokratike. Sot, kur shikojmë fotografi të vjetra të Enver Hoxhës duke buzëqeshur në takime me Stalin, duke përqafuar Maon, duke folur me pasion në mitingje, ne shohim një njeri që duke i sigurt, i fortë, i pamposhtur. Por nëse do të mund të lexonim ato dosje të djegura, ndoshta do të shihnim një njeri krejtësisht të ndryshëm, një njeri të mbushur me frikë, me dyshime, me paranoja. Një njeri që e dinte se çdo aleat mund të kthehej në armik, se çdo mik mund të bëhej tradhtar, se çdo ditë mund të ishte dita kur pushteti i tij do të sfidohej. Dhe ndoshta do të kuptonim se thyrjet me Jugoslavinë, Bashkimin Sovjetik dhe Kinën nuk ishin vepra guximi ideologjik. Ishin vepra frika se këta aleat do ta detyronin të ndante pushtetin, frika se do ta detyronin të hapte vendin, frika se do ta detyronin të pranonte se nuk ishte i pagabueshëm. Dhe për një njeri si Enver Hoxha, kjo frikë ishte më e fortë se çdo ide, më e fortë se çdo parim, më e fortë madje se mbijetesa e vet vendit që ai pretendonte se po e mbrojte. A mund të ketë qenë ndryshe? A mund Shqipëria të kishte ndjekur një rrugë tjetër? Këto janë pyetje që shqiptarët i bëjnë vetes edhe sot. Por përgjigjja ndoshta gjendet jo në atë që ndodhi, por në atë që nuk u lejua të ndodhte, debati i hapur, kritika e politikave, mundësia që njerëzit të zgjedhin rrugën e tyre pa frikë. Këto ishin gjërat që Enver Hoxha i frikësoi më shumë se çdo armik të jashtëm. Dhe këto ishin gjërat që ai luftoi me çdo mjet për t'i eliminuar nga shoqëria shqiptare. Kur statuja e tij u rrëzua në atë ditë dhjetori të vitit 1990, nuk ishte vetëm një monument bronzi që ra në tokë. Ishte një sistem i tërë kontrolli, frike dhe izolimi që përfundimisht u shem. Por edhe sot, më shumë se 3 dekada më vonë, Shqipëria ende po përpiqet të kuptojë plotësisht se çfarë i ndodhi gjatë atyre 50 viteve. Dhe derisa të gjitha dosjet të hapen, derisa të gjitha të vërtetat të dalin në dritë, derisa të gjitha pyetjet të marrin përgjigje, historia e Enver Hoxhës do të mbetet një histori e paplot, një enigmë e mbështjellë në sekrete dhe gënjeshtra. Por një gjë është e qartë, 3 tradhtit e Enver Hoxhës ndaj aleatëve të tij nuk ishin tradhti ndaj komunizmit apo ndaj idealeve revolucionare. Ishin tradhti ndaj popullit shqiptar që pagoi çmimin e ambicies së një njeriu me 50 vjet izolim, varfëri dhe vuajtje. Dhe kjo është e vërteta që asnjë dosje e djegur nuk mund ta fshijë kurrë. Vazhdimi i skenari, pjesa e 4. Në muajt e fundit të jetës së Enver Hoxhës, një detaj i çuditshëm filloi të shfaqet në raportet e sigurimit. Disa nga oficerët më besnik të gardës personale raportuan se diktatori kalonte orë të tëra duke folur vetëm në zyrën e tij. Kur sekretari personal hynte për të sjellë dokumente, ai gjente Hoxhën duke ecur përpara dritares, duke bërë gjeste me duar dhe duke folur me zë të lartë sikur po debatonte me dikë të padukshëm. Mjeku personal i Hoxhës e interpretoi këtë si simptom të përkeqësimit të gjendjes së tij mendore. Por një shërbëtor që pastronte zyrën pas këtyre episodeve gjeti diçka që e shqetësoi thellësisht, fletore të vogla ku Hoxha kishte shkruar emra dhe data. Emrat ishin të njohur: Koçi Xoxe, Liri Belishova, dhjetëra të tjerë që kishin rënë viktima të pastrimeve. Dhe pranë çdo emri kishte një pyetje të shkruar me shkrim dore të dridhur: a kishte të drejtë?
Çfarë do të thoshte kjo? Apo pendoi diktatori në ditët e fundit të jetës së tij? Apo po përpiqej të justifikonte para vetes vendime që e kishin munduar gjithë jetën? Nexhmia e vuri re ndryshimin në sjelljen e bashkëshortit të saj. Sipas dëshmive të stafit të pallatit, ajo filloi të kalonte më shumë kohë në zyrën e Enverit, duke u përpjekur të kontrollonte çdo bisedë që ai kishte me vizitorët. Ajo urdhëroi që të gjitha takimet të regjistroheshin në mënyrë që të mund t'i dëgjonte më vonë. Ishte sikur ajo po përgatitej për diçka, ndoshta për momentin kur Enveri nuk do të ishte më në gjendje të kontrollonte situatën dhe ajo do të duhej të merrte drejtimin. Por kishte edhe një arsye tjetër, ajo donte të sigurohej që Enveri të mos thoshte diçka që mund të dëmtonte trashëgimin e tij. Çdo fjalë pendimi, çdo shprehje dyshimi, çdo moment dobësie duhej të fshihej nga historia zyrtare. Në janar 1985, 3 muaj para vdekjes së Hoxhës, ndodhi një incident që u mbajt i fshehtë për dekada. Gjatë një takimi të byros politike, Hoxha filloi të flasë për Jugosllavinë. Por në vend që të përsëriste akuzat e zakonshme kundër Titos, ai tha diçka që i shokoi të gjithë të pranishmit. Ai tha se ndoshta kishte bërë një gabim duke shkëputur marrëdhëniet aq shpejt. Ai tha se ndoshta Shqipëria do të kishte qenë në një pozitë më të mirë nëse do të kishte ruajtur disa lidhje me fqinjët. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Askush nuk guxoi të fliste. Ramiz Alia, që ishte zgjedhur tashmë si pasardhësi, e shikoi Nexhmien me shqetësim. Ajo u ngrit dhe i afroi Enverit duke i pëshpëritur diçka në vesh. Ai u qetësua menjëherë dhe ndryshoi temë. Por dëmi ishte bërë, për herë të parë, antarët e byros politike kishin dëgjuar Hoxhën duke dyshuar në vendimet e tij historike. Pas atij takimi, Nexhmia thiri një mbledhje të veçantë me shefin e sigurimit. Sipas stenogrameve që u zbuluan më vonë, ajo urdhëroi që të gjitha regjistrimet e atij takimi të shkatërroheshin. Ajo gjithashtu urdhëroi që çdo antar i byros politike të paralajmërohej se çdo diskutim për atë që kishte thënë Hoxha do të konsiderohej si propagandë armiqësore. Ishte një operacion i shpejtë dhe efikas për të fshirë nga kujtesa kolektive një moment dobësie të diktatorit. Por pyetja mbetet, sa momente të tjera të tilla kishte pasur Hoxha që nuk u regjistruan kurrë? Sa herë ai kishte shprehur dyshime që u fshin menjëherë nga ata që e rrethonin? Në shkurt të po atij viti, Hoxha u sëmur seriozisht. Ai kaloi javë të tëra në shtrat, duke refuzuar të takojë edhe antarët më të lartë të partisë. Vetëm Nexhmia kishte akses të plot tek ai. Mjekët vinin çdo ditë, por edhe ata duhej të raportonin tek Nexhmia para se të flisnin me Enverin. Ishte sikur ajo kishte ndërtuar një mur rreth bashkëshortit të saj, duke kontrolluar çdo informacion që hynte dhe dilte nga dhoma e tij. Kjo krijoi tension të madh brenda byros politike. Disa antar filluan të pyesin hapur, kush po drejtonte vendin në realitet? Enveri që ishte i sëmur dhe i izoluar, apo Nexhmia që kontrollonte çdo akses tek ai? Ramiz Alia ishte në një pozitë të vështirë. Ai ishte zgjedhur si pasardhësi, por nuk kishte ende pushtetin real. Çdo vendim i rëndësishëm ende duhej të kalonte nga Hoxha, ose më saktë nga Nexhmia që fliste në emër të Hoxhës. Sipas kujtimeve të ish antarëve të byros politike, Alia u përpoq disa herë të takojë Hoxhën pa praninë e Nexhmies, por ajo gjithmonë gjente një arsye për të qenë e pranishme. Ishte një luftë e fshehtë për pushtet që po zhvillohej në kulisa, ndërsa publikisht gjithçka dukej normale dhe e kontrolluar. Në mars 1985, gjendja e Hoxhës u përkeqësua dramatikisht. Zemra e tij po dështonte. Mjekët i thanë Nexhmies se kishte mbetur pak kohë. Ajo menjëherë thiri një takim urgjent me Ramiz Alian dhe shefin e sigurimit. Sipas dëshmive të atyre që ishin të pranishëm, ajo u dha udhëzime të qarta, kur Enveri të vdiste, lajmi nuk duhej të bëhej publik menjëherë. Duhej të kalonte kohë e mjaftueshme që të siguroheshin që të gjitha dosjet e ndjeshme ishin në vend të sigurt, që të gjithë njerëzit kyç ishin të informuar që plani i tranzicionit ishte gati për t'u zbatuar. Ishte një plan i hollësishëm që tregonte se sa e organizuar ishte Nexhmia në menaxhimin e çdo detaji të pushtetit. Por kishte edhe një detaj tjetër që Nexhmia e konsideronte kritik, kontrolli mbi narrativën historike. Ajo thiri historianët zyrtar të partisë dhe u dha udhëzime se si duhej të shkruajë biografia përfundimtare e Enver Hoxhës. Çdo aspekt i jetës së tij duhej të paraqitej në dritën më pozitive. Çdo vendim i tij duhej të justifikohej si i nevojshëm dhe i drejtë.
Çdo thyrje me aleatët duhet të shpjegojë si mbrojtje e parimeve ideologjike, jo si manovra për të mbajtur pushtetin personal. Ishte një rishkrim sistematik i historisë që filloi para se historia të kishte përfunduar. Në ditët e fundit të prillit, Hoxha hyri në koma. Mjekët nuk mund të bënin më asgjë. Nexhmie kalonte orë të tëra pranë shtratit të tij, duke mbajtur dorën e tij. Por sipas dëshmive të infermierëve që ishin të pranishëm, ajo gjithashtu kalonte kohë duke kontrolluar dokumentet që gjenden në zyrën e Enverit. Ajo lexonte letra, shënime, dosje, duke vendosur se çfarë duhej të ruhet dhe çfarë duhej të shkatërrohej. Ishte një proces i kujdesshëm selektimi që do të përcaktonte se çfarë do të dinte bota për Enver Hoxhën. Më 21 prill 1985, në orën 5:20 të mëngjesit, Enver Hoxha vdiq. Nexhmie ishte pranë tij. Sipas raportit zyrtar, fjalët e fundit të Hoxhës ishin për partinë dhe popullin. Por një infermiere që ishte në dhomë tregon një version tjetër. Ajo thotë se Hoxha nuk tha asgjë në minutat e fundit. Ai thjesht shikonte tavanin me sy të hapur, duke marrë frymë me vështirësi. Dhe kur frymëmarrja ndaloi, Nexhmie qëndroi e palvizur për disa minuta, duke e shikuar fytyrën e tij. Pastaj ajo u ngrit, u kthye nga mjekët dhe tha me zë të qetë, "Njoftoni byron politike. Shoku Enver ka ndëruar jetë." Por para se të njoftohej byroja politike, Nexhmie bëri diçka që i shqetësoi mjekët e pranishëm. Ajo hyri në zyrën e Enverit dhe mbyll derën pas vetes. Ajo qëndroi atje për gati një orë. Kur doli, ajo mbante një çantë të vogël. Askush nuk guxoi ta pyeste se çfarë kishte në atë çantë. Por një roje që ishte jashtë zyrës dëgjoi tingullin e letrës që po grisej dhe digjej. Kur ai hyri më vonë për të pastruar zyrën, ai gjeti hirin e dokumenteve të djegura në koshin e plehrave. Çfarë ishin ato dokumente? Pse Nexhmie vendosi t'i shkatëronte pikërisht në atë moment, para se trupi i Enverit të ftohej? Lajmi i vdekjes u bë publik në orën 8 të mëngjesit. Radio Tirana ndërpreu programin normal dhe filloi të transmetonte muzikë zie. Pastaj erdhi njoftimi zyrtar, shoku Enver Hoxha, sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, ka ndëruar jetë pas një sëmundjeje të gjallë. Në të gjithë Shqipërinë, njerëzit ndaluan atë që po bënin. Disa qanë me lot të vërtet, ata që kishin besuar në propagandën e regjimit dhe e konsideronin Hoxhën si një hero. Të tjerë qanë nga frika, ata që nuk dinin se çfarë do të ndodhte tani, nëse do të kishte pastrimi të reja, nëse do të akuzoheshin për mungesë zie. Dhe kishte edhe ata që nuk qanë fare, por fshinin lehtësimin e tyre, ata që shpresonin se me vdekjen e diktatorit do të vinte edhe fundi i sistemit të tij. Ceremonia e varrimit u organizua për më 25 prill. Ishte një spektakël i madh propagandistik, qindra mijëra njerëz u detyruan të dilnin në rrugë për të nderuar diktatorin e vdekur. Delegacione nga vendet e pakta që ende kishin marrëdhënie me Shqipërinë erdhën për të dhënë respektet e tyre. Por ishte e dukshme se bota kishte ndryshuar, asnjë lider i madh nuk erdhi. Asnjë vend i rëndësishëm nuk dërgoi përfaqësues të nivelit të lartë. Shqipëria ishte aq e izoluar sa edhe vdekja e diktatorit të saj nuk shkaktoi shumë interes ndërkombëtar. Nexhmie mbajti një fjalim në ceremoninë e varrimit. Ajo foli për trashëgimin e pavdekshme të shokut Enver, për vijën e pastër marksiste-leniniste që ai kishte mbrojtur, për trimërinë e tij në luftën kundër revizionizmit. Por ata që e dëgjonin me vëmendje vunë re diçka të çuditshme, ajo nuk foli asgjë për të ardhmen. Ajo nuk tha se si Shqipëria do të vazhdonte pa Hoxhën. Ajo nuk përmendi as Ramiz Alian, pasardhësin zyrtar. Ishte sikur ajo po përpiqej të ngrinte idenë se Hoxha ishte i pasvendësueshëm, se askush nuk mund të merrte vendin e tij, se trashëgimia e tij ishte aq e shenjtë sa çdo ndryshim do të ishte një tradhti. Në javët që pasuan varrimin, Nexhmie u përpoq të ruajë ndikimin e saj mbi partinë. Ajo vazhdoi të takohej me anëtarët e byros politike, duke u dhënë këshilla se si të interpretonin trashëgimin e Enverit. Ajo shkruante artikuj në gazetën e partisë ku analizonte mendimin e shokut Enver mbi çështje të ndryshme. Ajo organizonte takime përkujtimore ku flitej për mësimet e pavdekshme të diktatorit të vdekur. Por gradualisht, ajo po humbisnin terren. Ramiz Alia, edhe pse ishte një nxënës besnik i Hoxhës, e kuptoi se nuk mund të qeveriste në hijen e Nexhmies, ai filloi të marrë vendime pa e konsultuar atë.
Ai filloi të emëroj njerëz të rinj në pozicione kyçe, njerëz që ishin besnik atij, jo familjes Hoxha. Në vitin 1986, Nexhmije u largua nga byroja politike. Zyrtarisht ishte një dalje në pension me nderime të larta. Por në realitet ishte një largim i detyruar. Alia kishte vendosur se nuk mund të lejonte që gruaja e diktatorit të vdekur të vazhdonte të ndikonte në politikën e vendit. Nexhmije e pranoi largimin me dinjitet publik, por në privatësi ajo ishte e zemëruar. Sipas dëshmive të ish antarëve të stafit të saj, ajo kaloi muaj të tërë duke shkruar kujtime për Enverin, duke u përpjekur të ruante narrativën që ajo kishte ndërtuar për të. Por historia po lëvizte më shpejt se sa ajo mund të kontrollonte. Në vitin 1988, Ramiz Alia filloi të bëjë reforma të kujdesshme. Ai lejoi pak më shumë liri ekonomike. Ai hapi pak më shumë marrëdhënie me vendet e tjera. Ai liroi disa të burgosur politik. Ishin hapa të vegjël, por ishin hapa që tregonin se sistemi i Hoxhës po fillonte të çmontohet. Nexhmije e shihte këtë me shqetësim të madh. Ajo shkruante letra drejtuar byros politike, duke paralajmëruar se devijimi nga linja e shokut Enver do të çonte në katastrofë. Por letrat e saj nuk merreshin më seriozisht. Koha e saj kishte kaluar. Në dhjetor 1990, kur studentët dolën në rrugë dhe sistemi përfundimisht u shemb, Nexhmije ishte në shtëpinë e saj, duke parë në televizion shkatërimin e gjithçkaje që ajo dhe Enveri kishin ndërtuar. Kur statuja e Enverit u rrëzua, ajo qau. Por sipas dëshmive të atyre që ishin pranë saj, ato nuk ishin lodhëzie. Ishin lodhë zemërimi. Ajo nuk po qante për humbjen e bashkëshortit, ai kishte vdekur 5 vjet më parë. Ajo po qante për humbjen e pushtetit, për shkatërimin e trashëgimisë, për faktin se historia që ajo kishte u përpoq aq shumë të kontrollonte, por i shkruhej para syve të saj. Në vitin 1991, Nexhmije u arrestua. Akuzat ishin për keqpërdorim të fondeve publike dhe korrupsion. Procesi gjyqësor ishte një spektakël mediatik, gruaja e diktatorit të vdekur po gjykohej për krimet e regjimit që ajo kishte ndihmuar të ndërtonte. Ajo u mbrojt me krenari, duke mohuar të gjitha akuzat, duke thënë se kishte vepruar gjithmonë për të mirën e popullit. Por askush nuk e besoi. Ajo u dënua me 11 vjet burg. Ishte një dënim simbolik, drejtësia po vinte, edhe pse me vonesë, për viktimat e regjimit të Hoxhës. Nexhmije kaloi 5 vjet në burg para se të lirohej për arsye shëndetësore. Ajo jetoi vitet e fundit të jetës së saj në izolim, e harruar nga shumica e shqiptarëve, e urryer nga ata që e kujtonin. Ajo vdiq në vitin 2011, në moshën 98 vjeç. Varrimi i saj ishte i thjeshtë dhe i pa ceremoni, një kontrast i madh me spektaklin e varrimit të Enverit 27 vjet më parë. Ishte fundi i një epoke, fundi i një dinastie politike që kishte kontrolluar Shqipërinë për 50 vjet. Por edhe sot, më shumë se 30 vjet pas rënies së komunizmit, pyetjet mbeten. Çfarë kishte në ato dosje që u dogjen? Çfarë të vërteta u fshin përgjithmonë? Çfarë motivesh të vërteta kishin Hoxha dhe Nexhmije për vendimet që morën? A ishte vërtet ideologjia që i udhëzoi, apo ishte thjesht ambicia për pushtet? Dhe më e rëndësishmja, si arriti një çift të kontrollonte një vend të tërë për aq kohë, duke e izoluar nga e gjithë bota? Përgjigjet ndoshta nuk do të dihen kurrë plotësisht. Por një gjë është e sigurt, historia e Enver Hoxhës dhe Nexhmijes është një paralajmërim i fuqishëm për çdo shoqëri. Është një kujtesë se çfarë ndodh kur pushteti koncen. Trohet në duart e pak njerëzve, kur frika zëvendëson lirinë, kur propaganda zëvendëson të vërtetën. Dhe është një mësim se sa e rëndësishme është që të gjitha shoqëritë të mbajnë gjallë kujtesën historike, të mos lejojnë që e kaluara të harrohet ose të rishkruhet, të kërkojnë gjithmonë të vërtetën edhe kur ajo është e dhimbshme. Sot, kur vizitoni Shqipërinë, ju nuk do të gjeni më statuja të Enver Hoxhës në sheshet publike. Ju nuk do të gjeni më portrete të tij në zyrat qeveritare. Ju nuk do të dëgjoni më këngë që e lavdërojnë si hero. Por nëse flisni me njerëzit që jetuan në regjimin e tij, ju do të dëgjoni histori që do t'ju bëjnë të kuptoni se sa i thellë ishte ndikimi i tij. Ju do të dëgjoni për familje që u shkatëruan, për jetë që u humbën, për mundësi që nuk u realizuan kurrë. Ju do të dëgjoni për frikën që mbizotëronte çdo aspekt të jetës, për dyshimin që helmonte çdo marrëdhënie, për izolimin që bëri që një popull i tërë të ndihej i vetmuar në botë.
Dhe ndoshta, duke dëgjuar këto histori, ju do të kuptoni se 3 tradhtitë e Enver Hoxhës ndaj Jugosllavisë, Bashkimit Sovjetik dhe Kinës nuk ishin thjesht ngjarje politike. Ishin simptoma të një sëmundjeje më të thellë, sëmundja e pushtetit absolut, paranoja e diktaturës, frika e një njeriu që nuk mund të besonte askënd dhe që në fund arriti të izolojë jo vetëm veten, por një kombë të tërë. Kjo është trashëgimia e vërtetë e Enver Hoxhës, jo vijë e pastër ideologjike që ai pretendonte të mbrojte, por një vend i shkatëruar nga ambicia e një njeriu që vendosi se pushteti personal ishte më i rëndësishëm se mirëqenia e popullit që ai pretendonte se e shërbente.